Ata janë të vetëdijshëm që shumë eksponent të zonjës Balluku janë për poste kyçe, çka do të thotë se ajo vetë është ajo e cila kontrollon. Pra, çfarë do ndodh. Por unë mendoj se kryeministri i vendit, Edi Rama, bëri këto ndryshime jo se pati një presion të brendshëm, por si pasojë e presionit jashtëm. Si pasojë e Bashkimit Evropian. Po ne kemi lidhje, jemi qartë, ne s'bëjmë asgjë gjë. Jo. Paralelisht me fakt me mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste zhvillohej edhe komisioni i jashtëm në Parlamentin Evropian, ku kërkohej pikërisht. A do t'ju them dhe gjë tjetër, këto ne kemi ditë para 5 vjetëve, ju garantoj që edhe këta të jashtmit i kanë ditë para 5 vjetëve, siç i dim ne sot. Po se herë gjua ishte e qartë, gjua adresohej. Unë jam njëri praktik, unë nuk më intereson se çfarë gjuhë përdor ti të hënën apo të martën. Vjedhjet e Belindës dhe të Lubis ka 5 vjet që i di opozita dhe ju garantoj nëse i dim ne gjysmë ore para i din ata. Po prandaj po them pra që ju i dini shumë mirë, ju do i përdorni në artikulimin publik për të bërë akuzat tuaja e tjerë dhe ajo e cila dhe institucioni i cili e çoi deri në këtë pikë gjithë këtë situatë është SPAK-u, është drejtësia, cilën ju e keni anatemuar. Por për tek sajt, ajo çfarë po doja të thosha është se në raport dhe anatemoj prapë sepse nuk më duket normale që për një njeri që ka vjedhur vetëm ato çfarë i din këto 1.1 miliard euro, ti kërkon pezullim. Kërko arrestim ose zotëri dhe njerë, nuk bëhet më fjalë për pezullim, bëhet fjalë për heqje. Po thoni që ta kishte kërkuar që në fillim. Po sepse gjithë çështja dhe situata e Lubis që është dhënë mundësia qeverisë dhe Belinda Ballukut për të ndërhyrë në këtë proces, për të bërë shantazhe ndaj dëshmitarëve, është sepse u fillua me një proces të padëgjuar pezullimi. A dini që